a nuk e shikoni sistemin e drejtësisë si rrugën e vetme të zgjidhjes së vetë Shqipërisë për të shkuar përpara, sepse në optikën time Shqipëria i ngjan Italisë së viteve 80 dhe vetëm drejtësia në atë vend ishte ajo që bëri punë. Apo në këtë rast shteti nuk po lufton mafjen dhe është vetë mafja. Unë nuk mendoj ashtu, unë mendoj që rreth parë krahasimi me Italinë e viteve 80 nuk qëndron për shumë arsye. Do na duhet një emision i plot për të folur për historinë politike të Italisë dhe për analizuar se pse Italia viteve 80 nuk është Shqipëria e sotme. Unë do thoya që Shqipëria e sotme i përngjan shumë Shqipërisë së viteve 1913, me klane dhe grupe të cilat e shohin shtetin si lop për ta mjel, ndërkohë që përreth tyre po digjet gjithçka. Për ta thënë me një shprehje thelbësisht shqiptare, është një gjë që i atribuohet katundarit shqiptar, po nuk është fort e vërtetë, sepse ata që janë pjesëtar të Paris Tiranës e mbajnë veten për qytetar të mëdhenj, kështu që ja lënë në derë katundarëve të shkret këtë punë, po kjo është një mendësi e përgjithshme. Kjo mendësi quhet zjarri larg menderes time. Kur zjarri është një qytet tjetër jashtë qytetit tim. Kur zjarri vjen qytet, është thot larg shtëpisë time. Kur i vjen te komshiu ose te gardhi i vet, thot të paktën unë jam gjallë. Le të digjet gjithçka tjetër, sepse i marr qypat me Flori dhe dal prej këtu. Pra, kjo është mendësia që e përshkon parinë e Tiranës dhe kjo është mendësia që mbjell paria e Tiranës. Sot, kjo është normalja, thot paria e Tiranës. Kështu duhet sillemi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për kombin, nuk kemi pse të shqetësohemi për të ardhmen. Kështu sillen të gjithë, jetoni, vidhni, hani, pini, bëni edhe ndonjë gjë tjetër mbi atë, sepse jeta një është dhe do t'ju ikë jeta dhe kuptimi i jetës është dëfrimi. Kuptimi i jetës është që të ndjesh mirë, që të jesh pasanik, që të marrësh para e të tjera e të tjera. Kjo lloj mënyre e të konceptuarit të shtetbërjes, kjo lloj mënyre e konceptuarit të krijimit të marrëdhënieve midis popullit dhe shtetit, ka çuar në atë që shteti tani më është armiku. Duke e parë shtetin si armik, nuk e njeh si tëndin dhe kombi shpërbëhet në këtë lloj mënyre. Pra kjo është një rrugë që ata e dinë, e njohin, nuk janë budallë paria e Tiranës, janë njerëz jashtëzakonisht shumë të ditur dhe shumë të zgjuar dhe njerëz të cilët e dinë fare mirë se ç'po bëjnë, marrin çanta parash nga shumë vende të ndryshme armike të Shqipërisë, marrin pagesat, për sa kohë që ata janë të paguar çdo gjë, janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë. Pra, ky është problemi i shqiptarëve, nuk është që do të na vi Amerika me drejtësinë, do heqi këtë grup dhe do të vi një grup tjetër, sepse në fundit politika e një shteti përfaqëson njerëzit. Nuk është që do të gjejmë ne njerëz në Kinë, në Taiwan apo në Bangladesh. Pavarësisht se paria tani më ka filluar që të thotë që në Bangladesh dhe në Filipina si kemi njerëzit e mirë se vinë sklevrit e ri. Shqipërinë duhet ta bëjnë shqiptarët, këta shqiptarë që jemi, me të mirat dhe me të këqijat tona, me vetit dhe me defektet që kemi, dhe këta janë njerëzit, dhe grupet e fuqisë këta janë, pra ne duhet të riorganizohemi brenda për brenda vetvetes, por duhet të gjejmë forcën që brenda për brenda vetvetes të dënojmë hajnat që na kanë vjedhur dhe pasurinë kombëtare dhe të mos lejojmë të krijojmë një sistem i cili i shtrëngon njerëzit ndaj të vjedhurit të pasurisë publike. Nuk ka sistem që do të jetë perfekt. Sistemi i ri që do të vi, do të ketë dhe aty vjedhës, do të ketë dhe aty njerëz që do të përpiqen të bëjnë të njëjtat maskarallëqe që bën paria e Tiranës sot. Ama sistemi duhet me qenë i drejtuar që në momentin që kapet një person i tillë, çmimi të jetë jashtëzakonisht i madh. Çmimi të jetë jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një mënyrë siç e kanë bërë shtetet si Singapori e të tjerë, të cilët kanë vendosur dënime maksimale, të cilët kanë vendosur profesionistë në krye të shtetit, të cilët kanë vendosur rregulla të forta, dhe shqiptarët nuk janë popull që nuk i njeh rregullat. Në fakt, në Perëndim jetojnë më shumë shqiptarë se sa në Shqipëri dhe janë shumë herë më të bindur ndaj ligjeve të vendeve përkatëse se sa janë shqiptarët në shtetin shqiptar. Kush e ka fajin për këtë? E ka fajin paria, që ka ndërtuar një shtet korruptiv, hajnor, i cili i ka futur kthetrat në fyt popullit shqiptar dhe nuk është në shërbim popullit shqiptar. Në këtë rast, cila është zgjidhja konkrete? Duhet vi nga vetë shqiptarët
apo dhe nga ana tjetër nga sistemi i drejtësisë për të goditur pikërisht këtë pari. Dhe sa e ka forcën tani SPAK-u për të goditur qoftë Belinda Ballukun, ku më 28 janar do të mbahet dhe Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit, dhe më pas qoftë dhe Edi Ramën. Shikoni, pyetja është me vend, sepse duhet parë se cila është shkëndia, ku duhet me qenë shkëndia. Unë mendoj që në gjykimin tim, thjesht personal, SPAK-u ka rolin e shkëndijës. Pra, nëse SPAK-u mbërrin që të evidentoj, siç ka evidentuar deri më sot, vjedhjen e tmerrshme që kanë bërë këta, dhe siç e kemi thënë më parë këtu, është vetëm maja e icebergut. Ka poshtë një shifër të lahtarshme vjedhjesh nga të gjithë këta, e cila nëse evidentohet, do t'ju tregoj shqiptarëve në fundit që megjithse një pjesë e tyre kanë jetuar mirë, kanë marrë rroga të mira në përborde etj, sasia e parave që ju është vjedhur atyre është e jashtëzakonshme. Pra, do të shohin shqiptarët me anë të proceseve që po zhvillon SPAK-u, që vjedhja është e lahtarshme. Në këtë pra ky është roli sipas meje i drejtësisë. Drejtësia duhet duhet të tregojë njerëzve vjedhjet dhe duhet vendos ligjshmërinë në vend. Mirë po, në qoftë se nuk ka vullnet popullor për ta mbështetur këtë, në qoftë se dalin 100.000 vetë në rrugë me Sali Berishën për të djegur parlamentin, për të zëvendësuar Edi Ramën me Sali Berishën, atëherë SPAK-u nuk ka për të pasur më mundësi të veprojë, sepse këta janë mbledhur gjithë bashkë dhe mbajeni mend, do të nxjerrin një ligj në parlament së shpejti, pa shumë fjalë, për të dyzuar strukturat e SPAK-ut, për t'i vënë shkopit në rrota SPAK-ut, sepse e din që aty rrezikohet pushteti i tyre. Mirë po, një gjë të cilën ata nuk mund ta parandalojnë është humbja e besimit, e legitimitetit, cilën ata kanë humbur nga populli, dhe kjo është zgjidhja. Ju kërkoni zgjidhjen ne shqiptarët duhet ta shohim pasqyrë. Zgjidhja e ti, jam unë, janë të gjithë njerëzit brenda dhe jashtë Shqipërisë që duan që Shqipëria të ecë mirë, që duan që Shqipëria të ketë një sistem të mirë, dhe këta njerëz duhet të revoltohen, pikëspari, këta njerëz duhet të refuzojnë krimin dhe të keqen dhe të zezën që mbjell përdit paria e Tiranës, dhe nga këta njerëz pastaj do të dalin zgjedhje politike, se në fundit zgjedhja është detyrimisht politike, nuk ka zgjedhje të tjera. Sa më shumë kohë kalon, aq më e rënd bëhet barra e atyre që do ta marrin në dorë Shqipërinë për ta shpëtuar. Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rriten mundësit që Edi Rama dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta t'ja hedhin paqe dhe kësaj here dhe t'na dalin prap si kokoroqa dhe t'na sundojnë edhe një 50 vjeçar tjetër. Tani më jo vetëm ata, po bijtë e tyre, niprit të mbesat e të tjerë. Këtë duhet mendojnë shqiptarët sipas meje, dhe kjo është zgjidhja që duhet na mbi në kokë. Zgjidhja që për ne shqiptarët e shqiptarëve dhe pa rënë pre e propagandës së Parisë së Tiranës. Zoti Roj, si mendoni çfarë do të ndodhë më 28 janar, ku do të mblidhet Këshilli i Imuniteteve dhe Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut, i cili ka kërkuar heqjen e imunitetit për t'i hapur rrugë më pas arrestimit të Belinda Ballukut? Është një nga pikat kyçe të këtij procesi. Unë mendoj që aty ka një përplasje shumë të madhe midis ambasadës dhe interesave të qeverisë. Mbetet për të parë, nuk kam informacione të brendshme as nga gjykata kushtetuese dhe as nga ndonjë burim tjetër. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet, por mund të themi analitikisht që nëse gjykata kushtetuese i jep të drejtë pozicioneve të Parisë së Tiranës, do të jetë fillimi i fundit për vegimin që drejtësinë do ta bëj SPAK-u, sepse ka filluar delegjitimimi i SPAK-ut në publik, kanë filluar tamtamet e Parisë së Tiranës për të thënë që Amerika nuk na don ne, na sundon e tjerë, nuk na kanë hequr të drejtat. Ka artikuj plot në përshtypjen shqiptar, ju i lexoni për ditë, ku flitet se sa është përsekutuar i Gjori Erion Velia nga prokurori Olsi Dado. Ka nga ana e opozitës
spaku quhet SCAP, pra kanë filluar këto gjëra, kanë filluar propozimet për t'i dalë kundër spakut, dhe gjithashtu mos harroj edhe një gjë tjetër, ai vendimi i gjykatës kushtetuese që mund të përgjohen telefonat vetëm për çështjen në cilën është marrë në ngarkim, pra çdo lloj afere tjetër e pisë, çdo lloj veprimi jo ligjor që gjendet në telefon duhet injorohet. Edhe kjo ishte një nga kundërpërgjigjet e Parisë Tiranës. Pra, për ta thënë shkurt, se ndoshta u zgjata pak si shumë, me 28 janar do të kemi një nga përgjigjet e para nëse spaku është në pozita sipërore ndaj Parisë Tiranës, apo paria ka filluar rinumërimin drejt zeros për të rikthyer si sunduese gjakpirëse popullit shqiptar. Në seancën që u mbajt në gjykatën kushtetuese, prokurori i spakut i bëri ditur argumentet e tij duke thënë se Belinda Balluku mund të prish provat, mund të intimidoj persona të caktuar, por edhe mund të largohet nga vendi. Në këtë rast, ju si e shikoni, a është Belinda Balluku, po themi, nyja gordiane që nëse spaku e pret këtë nyj, mund të shkojë edhe tek Edi Rama, apo qoftë edhe pa shkuar tek ai në aspektin politik mund të sjell rrëzimin e vet Edi Ramës? Unë nuk do t'i hyj argumentave ligjor, sepse duhen avokat, pra punë avokat që din procedurën penale dhe kuptojnë kushtetutën e Shqipërisë më mirë se sa dita argumentoj unë këtu. Ajo që do të them me bindje të plotë është që ky është një proces politik tani më. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë shprehje një vullneti politik. Vullneti i gjykatës do të jetë ose për të rikthyer ligjshmërinë, për të mbajtur përgjegjës përpara ligjit të gjithë, duke filluar nga më i larti, dhe ose do të jetë një rikthim në mishmashin e Parisë së Tiranës. Pra, unë nuk mendoj që Balluku apo Ahmetaj apo dikush tjetër janë strumbullari. Unë mendoj që Edi Rama është strumbullari i korrupsionit. Këta janë të gjithë degëzime të tij, të cilët në disa raste e kanë lëshuar, në disa raste nuk e lëshojnë sepse kanë interesat përbashkëta. Kështu funksionon një grup kriminal. Pra, nuk do thoja që është kyçi Belinda Balluku. Belinda Balluku është një nga ushtarët e shumë të korrupsionit në Shqipëri, e cila edhe mund të sakrifikohet nesër. Rëndësi ka nëse sistemi që prodhon Belinda, Arben Armetaj, e shumë të tjerë, ky lloj sistemi ka një drejtues, ka një hierarki, dhe në krye të asaj hierarkie është Paria e Tiranës, është sigurisht në këtë rast kryeministri Rama, me shumë gjas ka pjesën e vet edhe një opozita e Shqipërisë, kështu që duhen hetuar të gjitha, nga i pari tek i fundit, duhen hetuar tenderat që janë dhënë opozitës, lejet e pallateve, kullat që ndërtohen në Tiranë, të gjitha duhen hetuar. Mirë po, kjo nuk mund të ndodhë nëse gjykata kushtetuese vendos shkopinën rrota, duke argumentuar për kushtetueshmërinë, për të drejtat, procesin, procedurat. Është një film që e kemi parë më parë.